Shqiptarët duhet t'i mbajnë dyert e hapura për të dyja partitë politike në Shtetet e Bashkuara, thot bankeri Richard Lukaj, një shqiptaro-amerikan aktiv në komunitetin e këtushëm. Në intervistë që i dha kolegu ton Ilir Ikonomi në Greenwich të shtetit Connecticut, zoti Lukaj tha gjithashtu se zgjedhja e këtij apo atij kandidati si president nuk e ndryshon kursin e politikave amerikane në Ballkan. Richard Lukaj, themelues dhe drejtues kryesor i grupit investimeve Bank Street me qendër në Stamford të shtetit Connecticut, është njëkohësisht antar i bordit të NACU-t, Këshillit Kombëtar Shqiptar Amerikan, një organizatë aktive që vepron kryesisht në Washington. Ai thotë se shqiptar-amerikanët janë përpjekur të mbajnë marrëdhënie të mira me të gjithë kandidatët për president. Ne kemi investuar për shumë kohë, kemi dyert të hapur me gjithë kjo. Faktikisht në Greenwich ne kemi sponsorizuar fondbedhje për McCainin, për Hillaryn, edhe për Obaman. Edhe brenda aktivitetet që kemi bërë me Obaman, kemi bërë edhe me George Sorosin, që është mirë informuar, edhe është afër Obamas sot, është mirë informuar për Ballkanin, edhe ka disponim shumë të favorshëm për zonën. Gjithashtu kemi edhe miq të mirë që janë bërë këshilltarët e Obamas edhe të tjerë. Domethënë, ne mos të mendojmë se duhet me përkrah një individ ose tjetër. Për mendimin tim sa i përket çështjes tonë, të nuk janë çështje partijake për Amerikën. Zoti Lukaj thotë se vetë shqiptarët duhet të dalin me ide dhe me propozime për zhvillimin e tyre. Nëse mendojmë se Amerika vetë do t'i japin idejat dhe do të veprojnë për ne, ajo nuk është reale as me një kandidat as me një kandidat tjetër. Zoti Lukaj thotë se ndërrimi i presidentëve në Shtëpinë e Bardhë nuk sjell ndryshimin e menjëhershëm të programeve për këtë apo atë rajon. Presidentët ndrohen, ai program nuk ndrohet. Edhe ai program do shumë më shumë kohë edhe do më shumë investim për me ndru dikush. Edhe shumë vështirë me ndru. Edhe ne si shqiptar amerikanë e dim sa zori ka qenë me ndru këta. Tani që zoti Obama pritet të marrë emërimin e partisë së tij si kandidat për president, zoti Richard Lukaj thotë se senatori di të mbështesë argumentet që ai shikon me vend. Obama unë besoj se është i dijshëm për çështjen shqiptare, është i dijshëm për situatën në Ballkan. Unë vetë kam pas bisedime me te edhe me këshilltarët e tij. Kemi mbajtur aktivitete të ndryshme për me ndihmu të bindemi se çka është çështja jonë edhe që jemi një faktor. Por në fund unë besoj se gjëja më e mirë sa i përket Obamas është që ndihjon. Nëse janë argumentet me vend, nëse janë programet e kërkueshme, janë konkret, janë me shans për sukses shumë të madhe, ai do t'i japin mbështetje. Unë besoj se ai është pragmatik, nuk është as në favor, as në kundërshtim shqiptarëve, as kujt tjetër në Ballkan. Sipas zotit Lukaj, dera është e hapur dhe nëse shqiptarët kanë programe, ide dhe nevojë për ndihmë, ata nuk do të kenë asnjë problem. Për zërin e Amerikës, Ilir Ikonomi.